A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dersin e fundit që kemi mbajt në Maqedoni ishte kjo e strugës. E para tash mas Ramazanit dhe Bajramit u bë prap e strugës. Interesant. Pa e fillu, elhamdulillah, pa e fillu në shtëpinë, lagjen ton, u bë nasip këtu me e fillu, këtu me e mbaru. Të vauroj edhe njerë këshu, ma zyrtarisht themi, Ramazanin që kaloj, Bajramin që kaloj, Allahu na bëf nasip të mbrim edhe tjetrin, mirë po jo të mbrim si të njëjtit. Pejgamberi a.s. thot, në aspekt pozitiv flas, Pejgamberi a.s. thot, men istawa yawmahu fa huwa maghbun. Kush i ka 2 ditë të barabarta, do të quhet i mashtruar, i humbur, i dështuar. Para mendon një vit deri te viti tjetër, një Ramazan me Ramazanin tjetër me na kap në të njëjtin nivel. Po ndonjëherë duhet me u lut ja Rabi na ruaj në çat nivel veç më shkojmë më mbas. Vërtet flasim ne me shokët tonë që jemi ndoshta çdo ditë, edhe ne hoxhallarët më ndonjëherë bijem më poshtë me nivel. Po shoqyr që janë këto mexhlise. Vërtet, disponimi, qof shpirtnor, po edhe pak trupor, kur më lehet në vullnetin tim, mas pauzës Ramazanit dhe Bajramit, se ka Ramazanit do angazhime tjera, keni shumë selame edhe nga misafirët, nga gurbeqarët, ku shkum atje misafir, disa kishit edhe të njofshëm, atje bile i përmendën disa për juve, Allahu i shpërbleft edhe ato, mirë po mas ati angazhimi, kur i lehet vullnetin e lirë të njeriu, thot, hebe një af matutje, po na zoni vdekja. Po na zoni vdekja. Ja sot, në Tetov, në mëngjes me talebet, te talebet do të jetë e madhe, gjallëri e madhe, halala hululu, të lëviz shumë. Në drek ishte 100 di falëm gjenaze, hypish vetur vish në ders, një jetë dinamike. Për çfarë çdohet mundohemi 1 milimetër për diçka pozitive të hesim në aspekt fetar. Për çfarë petash ta bëjmë një niyet, unë deri në Ramazanin tjetër do arri në një pozitë pak më të lartë fetare. Kam qenë beqar, do martohem, gjysma e dinit plotësohet apo. 10 libra i kam lexuar vjet, si mjet 20 do t'i lexoj. Një rresht e kam lexuar këtë Ramazan, deri vitin tjetër, 2 rreshta do t'i bëj. Apo 1 milimetër. Të paktën mos rrim në atë nivel, se ma pa na merr të poshtë. Hoxha jemi dashur në Stamboll, kështu na e paraqiste këtë, për me kuptu më mirë. Kjo dynja me këto vazife që ne ka falë Allahu, se na ka falë Allahu Teala detyra neve. Detyra më e madhe është me shpëtu imanin, me vdek si musliman. Dhe kështu e përshkruante. I ngjan sikur një njeri, aleikum selam. Si thamë Allahu na ka pru me vazife. Në vazifja, detyra kryesore është me shpëtu imanin. Lektyra do t'japin mësuesit, apo gjatë pushimeve verore. Si ta bëjsh mirë, si mos e bëjsh, nuk e di, prindet le të flasim për atë punë. Ama vazifja jonë është me shpëtu imanin. Dhe hoxha janë kështu na ilustron të këtë. Si një njeri që e mban një gur shumë të madh, një shkëmb, dhe mundohet ta hecë përpjet kamalet tërma. Ky njeri, thot, nuk ka luks, nuk ka liri, prit pak të pushoj. Po i lishove durët, një 2 sekonda pak se u lodha, a i gurit merë të poshtë edhe trokullis të mbyt. Qashtu janë edhe sprovat e kësaj dynjas. Shqyr Allahut, Ramazani, Bajrami, që këto mezhlise, na bojnë një fuqit ashtu ma forta të gur. Ama të paktën të ndalemi, ndonjerë që aty të ndalemi, jo ma poshtë, mos i lishojmë duar se të na marrë të poshtë. Allahu gjithve na bëf nasip Ramazanin tjetër, më të mirë, më të përkryer dhe me më tepër ibadete me mbri. E si e dim, e lexojmë Imam Gazaliun, Ilzamul Awam an ilmi al-kalam, dhe kemi lan, e pas kemi lan, do me thënë u desh ta përsëris pak edhe mësimin e fundit, tema ishte se Imam Gazaliu thot, nuk duhet me hy në parimet e ilmi kelamit, parimet apo edhe të filozofëve. Ulemat e ilmi kelamit të ehli sunnetit janë të shenjtë. Allahu i shpërbleft ata na bashkoft në xhendet. Mirë po, me xhamatli të rëndomt dhe me xhamatli të gjerë ku marrin pjesë donjëherë edhe fëmijë, doni fillestar, po ndoshta doni plak që s'ka fort edhe shkrim lexim.
Atë konceptin, atë të kuptuarit nuk e ka shumë të përsosur, nuk është mirë me hy me ato argumente, me ata njerëz është ma thjesht me lezu ajete kuranore. Themi, a dush të vërtetosh ekzistimin e Allahut, lezo një ajet se Allahu Teala ekziston. Mos hyn në ato formulat filozofike apo logjike, siç janë. Apo el alem hadith. Alemi është hadith. Do të thënë është i krijuar, është i lëvizshëm, shi ndryshon, mutaghayyir. Dhe për çdo sen që ndryshon, patjetër të ketë në një krijues, atëherë edhe për botën ka një krijues. Këto nuk janë shumë atraktive dhe nuk ta zbusin zemrën këto argumente. Bile mbas një vakti bëhesh i mërzitshëm, mapa edhe derisa nuk të zbutet zemra, herën tjetër nuk do dush edhe të dëgjosh. Sot një hoxha efendi, pak më lavdroj, ma bani qefin, Allah është problem. Tha ti përcjelli, tha derset, më pëlqen fakti që nuk filozofesh. Shumë i thjeshtje, i kapshëm je, shqyqyra Allahut, këtë e thomune, tha për çdo stres të shoqërisë je i kapshëm. Elhamdulillah. Çashtu janë edhe ajetet kuranore. Ajetet kuranore kanë një nur, dhe ne hoxhallarët duhet me ajete me i bind njerëzit musliman, se tema është për ata njerëz të rëndom që vinë në xhamia, po që fillon të falen namazin e parë, me ato si të mbajmë derse. Se për ndryshe në medrese, hoxhallarët sigurisht që dëhym në këto tema. Dhe tash vazhdon dersi mas një muje disa ditëve. Sa i përket, si dhe vërtetojmë se pejgamberi a.s. është pejgamber, i dërguar i Allahut, thot mos hyn me që ato prap parimet logjike, po vetëm lezoja ajetin ku thot Allahu Teala, kul, thuaj, o pejgamberi dashur, lejni qtematil ins wal gjin, ti shembledh gjithë njerëzit dhe i gjinet, ala en jetu bimithli hadhe l-Kur'an, që ta sjellin një Kur'an të tillë si e ke ti, këtë Kur'an i kerim, la jetune bimithlihi, as njëherë sën do ta sjellin një Kur'an të ngjajshëm si kjo. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, edhe nëse i dalin krah, apo i ndihmojnë njëri tjetrit, njerëz me i xhinë, ketnet bashkohen, një Kur'an të tillë së ne sjellin, dhe vërtet ky ajet bëhet më bindës, e ne për ne hoxhallarët, po besoj edhe për jo muslimant nëse duhet. Hajde bujrun atër, na sjellin një Kur'an të tillë, me këtë elokuencë të madhe, me këto mrekullit mëdha brenda, dhe pas i thush sadaqallahu l-azim, vjen një qetësi e madhe shpirtënore, thon i vetmi libër tekst metën që edhe mes fal namaz, edhe mes që njeri fetar kështu praktikues i rregullt, ke bindje se kur e lexoj këtë qetësohem edhe më vjen mirë. Tash unë nuk jam praktikues i dëni sportit, jafusko, dëni badminton, dëni tenisit, Me ma dhanë mua një libër të tenisit, 2 reshta i lexoj dhe mërzitem dhe kur gjon nuk shpresoj për asaj. Nuk je praktikues i fesë. Natë xhuma e lexosh një Yasin, elhamdulillah të vjen një freski. Kjo është një dhuratë e madhe e Allahut. Do të thonë hala Allahu Teala ta lënë një derë hapur. Shif, të lishoj një nur nga një Yasin. A e di çfarë nuri do fitosh ti nga një namaz me e fal. 5 vakët namaz me fillu. Po hoxha i ri jam be duhet dal pak të luj, ani velosh luj. Luj 10 minuta është namazi. 10 minuta është namazi. 10 minuta. Do me thënë, nisesh pen shtëpi, te internet kafja ku lujsh, ndalesh aty 3 minuta, farzin e akshamit e falish, 2 minuta, sunetin e akshamit e falish, vazhdojsh kur gjo nuk të kushton. Ma tepër do e presish atë shokun që dhe thirish, Enver, apo si fëmi kur i thishim shokët, e ne presish, a i thot, që tash do vit marr lepi babit, 10 minuta dhe të shkoje, ta presish shokun, 5 minuta i badetin dhe Allahu Gjelle Gjelalu. Nuk ta ndalon Allahu Teala të lutmen, ti i ri, normal se dhe lush, ama i badetin mund ta bësh, si ta fillosh në këtë mosh, nuk e lash asnjëherë. Apo, si dhe argumentojsh ekzistimin e botës tjetër, dhe hym tash neve në filozofi, jo thot, shumë thjesht, dhe thujsh kështu, Allahu Teala ka thënë në Kur'an, surja Yasin, qatë që e përmenda, do shta çdo natë të xhumas që e lexojmë, apo të vdekurve që u lexojmë. Allahu Teala thot, estaidhu billah, bismillah, qale men yuhyi al-'idhama wa hiya ramim, tha ai mushrik, që thuhet se është Ebu Xehli, në për tefsire kalojnë disa emra, men yuhyi al-'idhama wa hiya ramim, kush do t'i rimgjallë që këto eshtra, kur do jenë të kalbura, kul thua jo Muhammed i dashur sallallahu alaihi wasallam, yuhyiha, që ato eshtra do t'i mgjall, e ledhi a i Zot i cili enshe e ha, i kryoj
ewwele merra, herën e parë. Ato eshtra që i kemi neve ishin një hiç. Para vitit 1990 këto eshtra nuk ishin. Para 500 vjete asnjëri prej neve nuk ishte. Ama tash jemi. Kush na pruni? Allahu Teala. Ai Allah shumë më thjesht është për ta kuptuar se edhe në botën tjetër do të na japë neve një krim. Usos puna, argumenti më bindës është që ky, se i qasemi direkt Kur'ani Kerimit. Mund edhe logjikën ta përdorim. Themi, njeriu është i vdekshëm. Po, ti je njeri, atëherë dhe ti je i vdekshëm. Një formulë e shkurtë apo Aristoteli që i ka bërë këto. Tamam. Premisa 1, premisa 2 edhe përfundimi. I thujnë këto qerët. Neve i themi, kësa i thujnë një kadije. Mapa, fjalisë së parë i themi kubra, el had, el kubra. Mapa dytës i themi sugra dhe rezultatit i themi netigje. Ama ne këto hoxhallarët dhe i dim këto terme, tamam. Nuk janë diçka filozofi e madhe, se pra flitet për një rezultat shumë i thjesht, apo e kupton logjika e çdo muslimani. Amani, neve të rim besnik Kur'anit, me ajetet flasim, me hadithet flasim. Mos hyjmë shumë e shumë filozofi, se nuk lishon Allahu Teala nur. Apo do t'ja lexosh një ajet tjetër. Elese dhalike bi qadrin ala en yuhyi al mauta. Ai Allah që për së pari herë nga zero, nga hiçi, na dha krijim neve, ai a nuk është i fuqishëm që t'i rimgjall që këto të vdekurit, apo? Ai hala bën filozofia, thot unë kam dyshime ateist, nuk e di bota që o ti, do vdesim. Si kanë thënë ulemat, nëse mund transmetohet se Lukman Hakimi ka thënë, nëse mund ta kontrollosh veten kur të zgjohesh, hoxha bëj alarme. Po më me alarm zgjohesh apo? A e ketim vetdijen tënde kur s'bësh alarme? Unë tash do zgjohem. Kush zgjon? Kush ta nxjerr gjumin? Nuk e ken kontroll trupin tënd. Apo? A mund ta ndalish në plakjen? Shef, fillon pak. Fiet e bardha, haxhia mashallah. Evlia mubarek. Blerimi. Tamam. Dhe e treta, a dhe mund ta ndalish vdekjen? Shef sot 100 dije për collëm. Allah ja boft xhenet në botën tjetër, dhe neve që jemi gjallë na dhash saglek, na dhash shëndet, prindet na i rujt, ta që i kam prindet gjallë Allah i dhash shëndet, se ishte shok e kam ati që i vdiq, nana i ka vdek, dhe që kjo më shkojnë dërmend, gjenerat, besoj se edhe prindet i kemi në gjenerat. Edhe me ndohesh tash, do me thanë, kemi të gatshëm, për çdo sent, apo? A që ma tepër edhe për veti, kjo s'ka vade, apo? Vjen tak, da kiki edhe. Një hoqë këshu ka thanë me një katun të ndi ka tetova. E nësi e kemi neve vdekje me rend. Po, kërkojmë nga Allah vdekje me rend, se pak ta fladit atë dhimbje, apo vdekje me rend, ama s'ka rend, të caktimi Allahut nuk e dim rendin. Dhe këshu e ka dhanë shembull. Thot, tamam, alfabeti ka shkronjat e radhitura me rend, A, B, C, Q, D, D, e këshu me radh deri në Z, apo? Mirë po, për ta shkrujti emrin tënd, e prishish rendin. E marish B-jen, mapa E-jen, mapa S-jen, mapa I, kur vajnë M-ja, u kompletu emri. Edhe neve na vjeç ajo, shkronja e fundit, dakika e fundit, sekonde e fundit. A be i ri ishte? A be gjinafi e nës du martojte? E nës du hinte në punë ndoshta? A be hoxha i ri? Para disa viteve për collëm. Hafëzi, fali i qindin, ditë Ramazani, shkoj në shtëpi pak të pushoje deri në iftar, sot e kësaj dite është në vort të pushu. Allahu ja baf xhenet në botën tjetër. Shif? 10 vjet ndoshta më i ri se unë. Ku e di? 7-8 vjet më i ri se unë. Prandaj duhet jemi të gatshëm. Ti lëm këto ankesa, si kur adin, dë bëhemi pak më interesant se dë mohojmë diçka. O ti dë vdesish be? Dë vdesim? Allahu gjithve në dhash një vdekje të khajrit. Allahumme barik lena fil mauti wa fima ba'dal mauti. Në për rivajet e kalon. Këtë dua, kush e lexon 24 herë në ditë, me lejen e Allahut i bëhet nasib një vdekje e bereqetshme. Dhe si e ka zakon, Imam Ghazaliu bën një dialog me veten, apo njerë thot, e merr dikë si kur e ka përball, dhe thot, nëse më thuash, këto argumente që do i përmendim nga Kur'ani, janë pikërisht argumentet e njëjta në të cilat mbështeten edhe ulemat e kelamit, apo ulemat e usuluddinit. Atëherë thot, edhe më thuash, me xhamatin nuk do hym në ilmi kelam,
edhe i përmendish këto ajete të cilat edhe ulemat e ilmi qelamit i përdorin. Atër thot, Imam Gazali si një kundërshtar parashtron një kundërshtim, një rred. Thot, atër ose komplet të mbyllim këtë derë, hiç mos flasim, edhe këto ajete mos i përmendim, që mos hapet ajo derë për me hyrë këto komente pak ma logjike, ose gjithë dyert t'i hapim, ashtu si hoxhallarët, edhe xhamatlit e rëndomt, le t'i qasen dhe të hynë në këto formula logjike mendore. Imam Gazaliu thot, kjo pyetje ka dy xhevape. E para, do me thënë, kjo pyetje, që kështu e ka xhevapin. Argumentet ndahen në dy grupe. E para, argumente në të cilat nevojitet që personi, njeriu, pak të zhytet më thellë në mendime dhe ta trajtoj më hollësisht atë çështje. Dhe kjo kuptohet se është jashta fuqive të njerëzve të rëndom dhe të thjeshtë. Tamam. Nga kjo mos ofendohet askush, në krahasim me Imam Gazalit, këtë neve sot që jetojmë me hoxhallar më të mëdhej deri te më i vogli, jemi njerëz shumë të thjeshtë krahas aty. Ama që ta marim shqyqur Allah, këtu pas ka edhe gjem të ri shumë bukur. E tash ka do argumente që vërtet dhe duhet me i lodh këto tepër, e në më fund thosë, gjim filozofoj be ki hoxha sa mirë dhe lusha Fortnite, PUBG në shtëpi, bla bla bla, të regoj diçka dhe nuk kuptova asgjë, ama shif mustaqet hala i mban mend, apo? A i mbash mend? Po. Si jo, po. Dërsa, forma e dytë e argumentimit është argument i qartë që në mendim të parë, në shikim të parë, mund ta kuptoje edhe ai që është më i ngritur me dije, po edhe ai rëndom të japon një gjaliri, një fëmijë. E thot këtu me që janë ortak këto, do me thënë neve duke u bazu në këto Kur'ane e përdorim që këtë argument. Se kur thot Allahu Teala, thot ai qafir kush dirim gjale këto eshtra, ai që ka kriju për e të parë, shumë i qartë është kjo argument, apo. Kjo kuptohet shumë qartë. Sesa çdo njeri që është i vdekshëm, edhe ti je njeri, atëherë edhe ti do vdesish, nuk ka nevojë për këto formula logjike. Dhe thot Imam Gazaliu, ajo që çdo njeri është ortak aty dhe kuptohet me lexim të parë, me një kollajllëk, me një lehtësim, la hatara fihi, aty nuk ka rrezik. Aty nuk ka rrezik. Prandaj edhe në xhuma mund t'i përmendish ato argumente, edhe në mexhlise mund t'i përmendish ato argumente, edhe në shkollë me nxënësit e shkollës fillore mund t'i përmendish këto argumente. Ndërsa argumenti i grupit të parë, që kishte nevojë për me u zhyt më thellë pak, ajo nuk është në fuqinë e çdo personi. Prandaj aty mund të ketë edhe dame. Mund t'i shkaktojsh dam njerit, një keq kuptim e bën, edhe pastaj ndoshta ja prishish krejt dinin, imanin edhe bindjen. Që më në fund dhe përmendim një shembull. Thot Imam Gazaliu, atëherë, argumentet e Kur'anit që janë shumë të qarta dhe vërtet janë freskuese në zemër, janë një lloj si ushqimi. Ushqimi elementar, salata, buka, kripa, me atë çdo njeri ka dobi. Tash mund të hyj aty edhe steku, mund të hyj aty edhe pleskavic sharri me kajmak, e në ajo mund të hyjë, mirë po ajo nuk dhe vle për çdo grup njeriu. Djali jem atësën e hasesën e për typ mund të mbytet. Atëherë dhe ato argumente që kanë nevojë pak për një zhytje më të thellë, nuk janë për secalin. Se pleskavica me sharr dhe me kashkavall dhe me xhike, me kajmak, po, ajo kërkon për një tretje më të thellë dhe ta kesh luksin shumë më të fuqishëm. A një bebe atësën e bën, tamam? Prandaj shif për dikë mund të jetë edhe e dëmshme, mund ta mbysish atë. A be hoxha, mishësh, halal është, po ama. Tamam. Edhe këto argumente të mira janë, po vetë mira janë, ama për ata që mund ta tretin atë dije, mund t'i tretin ato argumente, jo të vangatrojmë ma pa kablat, edhe më në fund përfundojnë ndoshta Zoti na rujt, ateista. Ti hyn aty në rrugëve, nga muhaddith, nga hoç i ilmi kelamit, përfundoj deist, ateist, Allahu Teala na rujt. Nëse ati ndodhi, mua edhe ty shumë ma kollaj mund na ndodhi. Ne ta dim nivelin, ti nështrojmë i Allahu Teala, ti bëjmë itaat pejgamberit alayhi salatu wasalam. Rrugës së sahabëve 1 centimetër mos i largohemi, mos hym neve si i themi në filma, mos mundohemi të qitemi shumë më të mençur, se ma pa mund të përfundojmë shumë më keq. Ndërsa këto argumente të dietarëve të ilmi qelamit janë si ilaçi, me atë vetëm disa persona mund të kenë dobi, ndërsa grupi i madh mund të kenë edhe dame.
ilaç përdor njeriu që është i smund apo. Themi ti tash ke sheqer, Allahu dash shifa, po duhet përdorish insulin. Ai që s'ka sheqer nuk duhet ta përdori insulin. Apo dhem koka duhet ta pish një analgin, një ku e diçka. Nëse nuk dhem koka, mos e pi se ta prish luktin ose ta prish diçka tjetër. Ka edhe efekte anësore apo. Ato që janë në mjekësi mund të na tregojnë shembuj më të mira. Tamam. Edhe kjo çështja mjafton me këto argumente. Argumentet e Kuranit janë si ujti i pastër, edhe pastrues bile, ti largon këtë dyshimet që mund të ekzistojnë. Hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë çashtu, mos hym më tepër pit ta lexoj Platoni çka ka thënë, Aristoteli çka ka thënë, Gjessasi çka ka thënë, ky qetri çka ka thënë. Tamam. Kindi çka ka thënë, lene be Kindi. Kendi krashin lujeti, lene Kindin ti, tamam. Qetër thujemin, Gjessasin, me Gjessasin që mund të përmendim tani emën tjetër. Nuk e di. Tamam, ta dim nivelin ton që ma mirë me çkët nivel, ama me iman të shkojmë botën tjetër, se sa prit une dhe hypi ma nalt edhe pastaj tank biesh te poshtë. Se ai që zdrohet nga kati i parë, then durët kamët sent nga motori kur zdrohet. Apo? Ama ai që rrëzohet nga kati i 7 i 8, çka është dallimi ati? Një shok e kisha, që kështu ma tha. Dallimi i ati që zdrohet nga kati i parë dhe nga kati i 7, është që kjo. Ai që zdrohet në katin e parë, që kështu nxjerr një zë. Bum edhe au jaban, tamam. Bum edhe au. Ai që zdrohet nga kati i 7, jaban au edhe bum. Tamam. E kuptu. Prandaj neve themi, thot Imam Gazaliu, argumentet e Kuranit e meritojnë që t'ja varre veshin çdo shtresë e shoqërisë. Qoftë edhe jo musliman, se ka argumente edhe për ato. Burr i madh, hoxha efendi, alim i madh, apo fëmijë, apo filestar, apo plak, ai i ri, grua, femën, mashkull, këtë argumentet e Kuranit e meritojnë me ja varr veshin dhe me i dëgju me kujdes se janë shumë të qarta dhe kuptohen me njerë. Dhe nuk e meritojnë me hy në debate të thella këto ajete kuranore, vetëm në debate shumë të qarta. Allahu ekziston dhe që kjo është argumenti. Allahu Teala thot, Wallahu khaliku kulli shay'in fa'budu. Allahu është krijuesi gjithçkaje, bëjni ibadet atij. Mos filozofo shumë e shumë. Mos më shit mend shumë e shumë. Shif ka vdekje. Haj ndale vdekjen tash. Di japish hesap Allahut, hysh në restorant, një darkë e hash, pa dhanë llogarisën dalish. Në këtë dynja erdhe gjithë to nimete apo i përdorëm, edhe pa hesap, pa dhanë llogari mendojmë se do shpëtojmë. Ku do shkojmë? Do zhdukemi? Do zhdukemi? Do zhduket ndoshta ashti trupi, ama shpirti do shkojë të japë llogari. Allahu gjithëve në bëft kollaj këtë llogari. Dhe thot, la yukellifu nafsu tatqiqal fikri wa tahqiqin nadhar. Se Allahu Teala nuk ja ka bë obligim çdo njeriu me u zhyt dhe çashtu me u thellu në këto dije se nuk e ka secili këtë takat. Dhe Allahu Teala për atë që s'ke takat nuk ta bën obligim. Dhe me një rast, me një anekdot, dhe përfundojmë këtë ders. Nuk e di edhe sa minuta u bën, po besoj se mjafton mas asaj pauze gjatë, çka kondukci kemi. Ka qenë një turk ka shku në Amerikë të studioj logjik, mantik. Logjikën, filozofi. Dhe kthehet në katundin e vet. Mirë se erdhe, mirë se gjetëm. Çka ke mësuar atje? Mantikun e kam mësuar. Po ai na trego pak çka qen ka i mantiku, mantik logjik. Të i lexosh pak Aristoteli ku e diçka. Thot, kam mësuar shumë disa vite, çka të tregoj? Po thot, ma tregoni shembull. Tash ky vet nuk e ka kuptuar që e ka studiu, shif? Ai ja gje gabim, e ka kuptuar, tash vjen katun gabim ja mëson. Thot për shembull, një njeri që ka akvarium në shtëpi, do të thot i do peshqit apo? Po. Nuk do të thot se i do peshqit, nuk është e domosdoshme kjo. Ama ky ashtu e hec këtë. Një njeri që ka akvarium, i do peshqit. Nëse i do peshqit, i do kafshët. Nëse i do kafshët, i do i ka gjallësat. Nëse i do i ka gjallësat, i do i ka edhe gruan e vete, se gruaja është gjallësa. Atëherë delse, ky nuk qenë ka, më falni shprehje, homoseksual. Ky shoku i vet e kupton, shumë thjesht qenë ka mantiku, me një shkon kafet katundit. O xhamat, urnoni.
A keni akvarium në shtëpi? Jo, kit. Tamam. Shif, për fillim nëse gabim bëhet ai hesab. Shif, ai vetë ka keq kuptu, edhe ky e keq kuptoi. Tash ato në. A keni akvarium ajo? Mirë, me këtë inshallah dhe mbarem, Allahu ju shpërbleft, inshallah dhe vazhdojmë mos i ri sa dakika u bon një 35 minuta. 26. E po mund të vazhdojmë atëherë edhe pak. Mas kësaj nuk vazhdohet se mend të akvariumit na jesim po. Shif, penal të formulon gabimat, ma pa edhe rezultati del gabim. E thot Imam Gazaliu, është shumë e qartë se një Zot, një krijues që ka fuqi, që ka kudret nga hiçi të krijoj diçka, ai aq më tepër do ketë kudret, fuqi edhe për me rimxhall atë send, si thot Allahu Teala, huwa alladhi yabda'u al-halqa thumma yu'iduhu. Huwa është ai Allah i cili, huwa dhe është Allah i cili yabda'u al-halqa, jep fillim el-halqa krijimeve. Tamam. Thumma yu'iduhu, pastaj edhe do t'i rimgjall, do me thënë do t'i rikthej edhe një në një krijim, wa huwa ahwanu alayh, që kjo e dyta sigurisht që është më e lehtë për Allahun xhelle xhelalu. Edhe pse fjala më e lehtë është metaforike, për Allahun gjitha janë një lloj. Asgjë nuk është e vështirë te Allahu. Nuk do të thotë se e para ishte më e vështirë, e dyta më e lehtë. E para më e vështirë për me kuptua ne. Të dytën shumë më kollaj mund ta kuptojmë. Apo një argument tjetër thotë Imam Gazaliu, rregullimi i punëve nuk mund të ndodhi në një vend me dy rregullues. Tash, nëse e kam unë në kontroll këtë gotë dhe unë dua ta shoh kështu këtë gotë, tamam, që në shtëpiat tona që ndodhin fesatet. Vën gruaja ja ndron vendin. Dhe ti të nesër mi të kërkosh gotën, s'e gjejsh. Shif, ndodhi një rregullim. Në një shtëpi ka një person që do t'i rregulloj punët. Atëherë nëse për sendet thjeshta është kështu, për këtë alem, për këtë dynja, pa qetër të ketë vetëm një krijues. E ai është Allahu Teala si thot në Kur'an, "Lau kana fihima alihatun illa Allah lafasadata." Të kis pas zotra qerë përveç Allahut në qiell apo në tokë, do ishin prish, se nuk shkon, është e pa logjikshme në një vend të ketë dy rregullues, dy mudebira i thon, dy zotra hasha astakfirullah që do të ndikojnë aty. Se njëri do thosë, kështu të ndodh, ai tjetri do thoshte, kështu të ndodh. Dhe do të ndonjë, në thojza themi grindje apo përleshje si ndodhin në shtëpiat tona apo. Apo sigurisht që ai që krijon nga hiçi një send, patjetër duhet ta dijë atë send. Unë nuk mund të shkruaj diçka që nuk e di, apo unë duhet ta di shkronjën A, shkronjën B, që ta formuloj një fjalë apo. Atëherë Allahu Teala krijon kjo nga hiçi. Kur krijon patjetër duhet ta di atë send. Apo, kjo kuptohet logjikisht. Allahu Teala në Kur'an thot, mos shko me parime logjike. Kur'an thot, Surja Mulk që duhet ta lexojmë para se me na zon gjumi, që në vër të hym shumë rahat, ama neve u harrum kur e lexojmë surën Mulk. Ne hoxhallarët e harrum e zbere surën Mulk. Nuk do na të lexojsha. Si nësa të mbaj derse, si u bona hoxh, më duket, unë e garantova xhennet. Më duket unë shumë kollaj do kaloj në varr, nëse mu e lexojmë. Ai inshallah sonte që ky ders bëhet barem sonte tani. Me një ulme që kështu derisa të më zonë e gjumit te bareke në dhimbje del mulk e lexojsha. 4-5 minuta. Tash me nis ka fundi i faqes atë ngatrohem të çato ajetet. Allahu Teala na udhëzoft njerë neve hoxhallarëve ma pa xhamatit. Te Surja Mulk është komenti, thon ajeti ala më i shkurt dhe më i qartë. Ela ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Ela keni kujdes, ya'lamu din men ai që khalaq krijon. E që këto thot janë argumente shumë të qarta që qoftë hoxhallar, qoftë ulema, qoftë edhe avam njerëz të rëndomt mund t'i kuptojnë se kjo është në pozitën e ujit, ashtu si ne që pim ujë, pinë edhe qerët, edhe burri madh, edhe plaku, edhe fëmia ka dobi nga uji që Allahu Teala këtë gjallësat, këtë jetët i ka fal nga ai ujë, do me thënë nga ai Kur'an. Neve me Kur'an mund t'i mbajmë të gjalla zemrat tona, apo imanet tona, apo akidet tona.
Prandaj ti qasemi, çdo herë ti referohemi Kur'anit, hadithit dhe thënieve të ulemave, mos hy më tepër në detaje. Ndërsa këto parime që i kanë shpik ulemate kelamit, mutekelliminët, këtu e ka më tepër për ato që kanë dalë nga parimet e selefit, nuk e ka direkt për ilmi kelamin e ehli sunnetit. Ma tepër e ka për mutezilet, themi direkt. Ato që kanë shpik rrugë tjera, duke hyrë në analiza shumë më të thella, duke përfilu pyetje që nuk janë parashtruar në kohën e sahabëve, për din, për akide bëhet fjalë, apo që kanë ngrit do dyshime dhe probleme në shtresën e xhamatit tu i parashtruar këto pyetje, këtë këto preokupime të atyne janë bid'at dhe darari, do me thënë zarari është shumë i madh për shtresën e gjerë dhe shumë i dukshëm, prandaj duhet me urrujt edhe mos me hy në këto metoda të derseve, në këto metoda të davetit, me këtë formë dhe me këtë metodë. Nuk do të thotë se nuk duhet me i studiu ato, duhet jemi të qartë. Unë si hoç, tjetëri si hoç, ai tjetëri si hoç duhet t'i di e këto, se ndoshta mund të hym nesër në debat me një jahudi, me një krishter, me një ateist. Se një thush ateistit në surën Mulk kalon, ai nuk i beson asaj. Imam Gazali këtë ka shkruar për ne hoxhallarët, si ti qasemi trinve, si ti qasemi filestarve. A për hoxhallarët e ka el iqtisad fil i'tiqad. Aty 3 rreshta i lexojshim, 3 orë dersi zgjaste. Këtu për gjysmë ore 3-4 faqe mund t'i lexojmë, se ndron niveli i vështirësisë së teksteve. Dhe thot, argumenti është shumë i qartë se ka zarar xhamatin nga këto tema, po edhe e shohim me përvojë që si e përmenda parës atë profesor të ilmi kelamit, muhaddith, përkthen të libra, ibte derse, mirë po mduket hyni tepër thellë në këto tema, më në fund përfundoi tha unë jam ateist, apo që përhapen edhe fitne mesin e njerëzve, mesin e xhamatlive dhe këtë të burojnë nga që këto parime të reja që u shpikën në rrugën e islamit. Allahu Teala na rujt imanin, na rujt në hapat e ulemave të selefit, na rujt në hapat e ulemave të ehli sunnetit, të imam Esh'ariut, të imam Maturidiut, të Ebu Hanifeve dhe këtë sahabëve. Me këtë inshallah do ta mbarojmë dersin. Shifemi muajin tjetër të diellat do jetë apo se ndron edhe ora. Tamam. Në strug do jemi të diellat mas yatsia, mas akshami, po më fal. Mas akshami. Wa akhiru da'wana enil hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.